Prej muajsh banorët e një pallati në bashkinë e Këlqyrës bashkëtojnë me praninë e ujrave të zeza në hyrje të pallatit të tyre, aty ku ata banojnë. Ankesat e tyre kanë rënë në veshin e shurdhur pasi vetëm pas interesimit të medjave bashkia premtoi ndërhyrje. 12 familje të pallatit Peskatësh në Këlqyr prej disa muajsh bashkëtojnë me ujrat të zeza që dalin në sipërfaqe para hyrjes së pallatit. Jetesa për këta banor është bërë mjaft e vështirë, ku përveç erës së rëndë dhe mizave të shumta që nuk mungojnë as në dimër, rrezikojnë edhe përhapje në sëmundjeve të ndryshme. Kemi 4 muaj, po qajmë, lutemi, themi, asnjë fjalë nuk na dëgjon. Çfarë jemi ne? Kemi qeverinë, kemi qeveria, po të na dëgjojnë. Se jemi të sumur, po marrim mirë gjithmonë. Vete tu, lodhen, djali po më lodhet jashtë, i thonë ik atje se hape ti se të vinë të tjerë të rregullojnë, ikën ai, vjen një tjetër, gënjejnë, vinë tu, mashtruesa. Këtu çfarë bëhet tu? Këtu vjen ujë, këtu dhe deri këtu vjen ujë. A me krevat me ujë? Krevatet mbushet me ujë, kjo këtu thahet prap, dhoma, këtu, korridori, antimatan gjysmë e dhomës më thanë, aneksi, ka dalë aneksi jashtë shikosh me, siç është ngjyra, ka dalë në aneks. Ma tanë, ngjyrat e kësaj, se 4 muaj i thonë, shkon ujtë këtu 4 muaj. Ja, shkoj mizën që ka. Si shber, kërëm dë njaja, birë. Ke malë të shkosh, lartë e poshtë, shber që nuk shkon dot. Ta shi bashkia ko është, a e ka bashkia këte. Se po ta kemi ne hajdes privat do ta bëjmë neve. Bashkia të japi një rrugë, po batë të jashtë dhe... Kështu ka qenë gjithmonë këtu? Këtu shumë erë kështu betë. Aja kështu. Neve këto rrugë kemi, batë ma vri hapo këtu, hapo atje, qa të themi në të... Gjithmonë kjo problem kështu ka qenë, e? Ore ja, zare se njerë në 6 muaj po një. Qa të themu në, kur erdha kështu e gjeta. Pra ndaj nuk rojt njerë ju kështu. Shikohet e qa të themu në ty, ashtë kështu ja, të bësh gjithë këtë të punë këtu edhe nuk vinë të bëjnë pasaja. është gjuna të rri njeriu në mes të qelpsirave këtu. Kanë 2 muaj këtu që po rrinë këtu njerëzit me këte. Të verë ujtë brenda në shtëpi, të ashuti. Ti e shikon vetë, s'është për të thënë, të them unë ose të tora i, ose të tora i. Këtu bjen dhe erë, apo jo? Pa tjetër, janë banjat, janë ujrat e pisa që hedhin, që lajnë, që ashuti. Gjunat e Zoti. Më në fund, vetëm pas interesimit të medjave, ka reaguar Bashkia e Këlqyrës e cila premton se do të gjejë zgjidhje të problemit të krijuar me ujrat e zeza, derisa po se kjo ishte një detyrë ujësjellës kanalizimeve të Këlqyrës, por meqense çështja u bë publike, tashmë do të ndërhyjë vetë bashkia. Kemi vënë në dieni për problematikën që është e pallati. Punojësit tanë të shërbime publike kanë shkuar atje dhe kanë konstatuar si problem. Realisht ai është një problem, është një puset e bllokuar, kanalizim i bllokuar, ku si detyrë ose si punë është një detyrë që duhet ta bëjë ujësjellës kanalizime, ujësjellësi. Por duke qenë që është problem emergjent, neve si bashki kemi vendosur që shumë shpejt këtë problem të ndërtojmë një kanalizim të ri, duke vendosur, duke ndërtuar një puset të re, që ky problem të zgjidhet një herë e përgjithmonë. Shpresojmë dhe besoj që shumë shpejt brenda këtij viti, ky problem do zgjidhet për qytetarët dhe e pallatit të Peskatësh që ndodhet atje. Patjetër, jemi duke marrë masat, edhe tani punojësit janë atje duke u marrë me zgjidhjen e problemit dhe jemi besim plot që brenda këtij viti ky problem do zgjidhet, por këtë problem duhet ta zgjidhte ujësjellësi. Por ne, duke qenë emergjente, vendosëm dhe kemi detyrimin tanë ndaj qytetarëve që t'u japim një shërbim sa më efikas dhe zgjidhja e problemit të jetë në kohë sa më të shpejtë. Rrjeti i kanalizimeve në Bashkinë e Këlqyrës është problematik edhe në pika të tjera të qytetit, duke shkaktuar shqetësime në periudha të ndryshme.